Unë jam takuar në vitin 2001, kur kanë zbarkuar prej Brezës, kanë zbarkuar në Liko, ku dikon prej 100 ushtarësh, në fillim të prillit apo fund të marsit, ka zbrit në Likov, edhe pse ne ishmi të kiqur në Ushtrinë Qeverimtare Kombëtare dhe pritshmi që me anë të kuririt apo me anë të një telefonate të më lajmërojnë se kur do zbresim poshtë. Një qunë më ka thirrën në shtëpi dhe jam takuar me ushtar diku mbi 100 ushtar që i ka pas me veti Fadili, që me një vend këtu në një shtëpi ku janë vendosur me një bache në Likov, dhe pastaj ne i kemi sistemuar të gjithë ushtarët para mëngjesit të dale mëngjesi, janë sistemuar në për baza që i kemi pasur, dhe në fund Fadilin e ka marrë dhe kam çuar në shtëpi, dhe shtëpia ku ka qenon motra e Ismet Jasharit, jemi farifis me burrin e saj, ku ka qenë edhe ai i kiqur në Ushtrinë Qeverimtare Kombëtare, Elmi Ademi, si arsimtari fizikës dhe kimisë. Dhe ati ka pa Fadili, që du t'ja them, ka qenë për atë shumë një kënaqësi e veçantë për Fadil Nimani, kur ka pa fotografinë e Ismet Jasharit të madhe, dhe ati ka thënë që tani thot qenë kam në dorë të sigurta.